Dy konkurrentët e Big Brother VIP Albania 5, Brikena dhe Mateo, kanë zgjedhur të ndajnë me publiku më shumë detaje nga historia e tyre e njohjes, e cila daton rreth 4 vite më parë, duke sjellë kështu një tjetër debat të fortë brenda dhe jashtë shtëpisë më të famshme në vend. Rrëfimi i Mateos ka hedhur dritë mbi mënyrën se si nisi afrimi mes tyre. Ai tregoi se pas shumë bisedash dhe komunikimit të vazhdueshëm, dyshja vendosën të takoheshin për herë të parë. Takimi, sipas tij, kishte ndodhur në Prishtinë, ku mes tyre kishte pasur edhe shkëmbim puthjesh, çka tregonte se mes Brikenës dhe Mateos ekzistonte një simpati e ndërsjellë dhe interes i qartë për t'u njohur më thellë. Megjithatë, situata nisi të komplikoheshte kur Mateo vendosi të shkonte për ta takuar Brikenën në Vushtri. Ai rrëfeu se ndërsa po e priste, një makinë kishte prerë rrugën në mënyrë të papritur. Nga brenda makinës, sipas tij, një person e kishte pyetur drejt për drejt: "Çfarë ke Brikenën?" Mateo kishte sqaruar se mes tyre nuk kishte asgjë më shumë se një shoqëri dhe se kishte ardhur vetëm për ta takuar. Situata u tensionua edhe më shumë kur, sipas rrëfimit të tij, personi në makinë kishte lidhur menjëherë në telefon me babain e Brikenës, i cili kishte kërkuar që ta ndërpriste çdo komunikim dhe ta mbyllte aty këtë çështje. Por ndërhyrjet familjare nuk kishin përfunduar me kaq. Mateo tregoi se, edhe pse Brikena kishte shprehur dëshirën që të takoheshin sërish, e njëjta situatë ishte përsëritur. Këtë herë, sipas tij, kishte ndërhyrë daja i Brikenës, i cili kishte kërkuar qartë që të mos e takonte më. Edhe ai, sipas rrëfimit, kishte kontaktuar sërish baban e saj, duke i përcjellë mesazhin e prerë: "Lëre këtë muhabet." Në mbyllje të rrëfimit, Mateo shpjegoi se pikërisht këto ndërhyrje dhe pamundësia për të njohur lirshëm bën që marrëdhënia mes tyre të ftohej gradualisht. Ai theksoi se distanca dhe presioni i krijuar nga rrethanat ndikuan drejt për drejt në vendimin e tyre për ta shkëputur kontaktin. Nuk patëm mundësi ta njihnim njëri tjetrin aq sa donim. Pas disa bisedave, vendosëm të ndanim rrugët, përfundoi ai. Pas këtij rrëfimi publik brenda shtëpisë së BBV, familja e Brikenës reagoi përmes një deklarate të publikuar në rrjetet sociale, duke marrë një qëndrim të fortë dhe të prerë. Ata theksuan se ndjen përgjegjësi të sqarojnë një parim bazë. Fjala e dhënë nuk është temë loje dhe çështjet e jetës personale nuk duhet të përdoren për strategji apo për fitim publik. Familja nënvizoi se kur dy persona bien dakord që e kaluara të mbetet private dhe të mos diskutohet, kjo marrëveshje duhet të respektohet, pavarësisht rrethanave të lojës. Sipas tyre, vendimet dhe reagimet që kanë pasuar janë pasojë shkeljes së këtij parimi, e jo emocioneve momentale apo interesave të çastit. Në deklaratë theksohet gjithashtu se të qenit figurë publike nënkupton transparencë për çështjet publike, por nuk e shfuqizon të drejtën për privatësi dhe as nuk justifikon ekspozimin e detajeve personale që nuk i shërbejnë askujt. E kaluara private nuk është material loje, thekson familja, duke sqaruar se zgjedhin të mos hyjnë në detaje dhe as të drejtojnë gishtin ndaj askujt. Në fund, familja e Brikenës shprehet se qëndrimi i tyre është një mbrojtje e dinjitetit dhe privatësisë, jo një sulm personal. Ndërsa në rreshta lënë të kuptohet se rrëfimi i Mateos shihet si shkelje e fjalës së dhënë dhe si një veprim i motivuar nga strategjia e lojës. Respekt për të gjithë, përfundon deklarata, duke riafirmuar bindjen se kufit personal nuk duhet të tejkalohen për vëmendje apo për fitim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.